Shikues të ABC News, ju përshëndes, unë jam Fabiola Hoxha, jemi së bashku në Breaking News, ku do të shojmë zhvillimet më kryesore, nisi me një këtë edicion me një lajm të fundit, do të kemi pashtu edhe një lidhje të drejt për drejt me kolegun Leonida Musa, pasi janë arrestuar 8 zyrtar të burgut të Durrësit pas arratisjes Altin Docit, i cili në fakt janë dhe pamjet e sigurisë të cilat e konfirmojnë që ai është shoqëruar në ambientet e spitalit me auto ambulancë, por pa pranga. Do të shohim edhe këto pamjet, do të komentojmë dhe analizojmë, po ashtu të ndalemi edhe tek personat me emra konkret, kush është arrestuar për këtë ngjarje. Leonida. Leonida, atëherë, ngjarje e rënda, po jo, e cila u pasua edhe me arrestime, jo pak, po janë 8 zyrtar, a mund na thuash emrat e tyre dhe çfarë pozicioni kanë patur në këtë institucion dhe roli i tyre në arratisjen e Docit? Përshëndetje Fabiola, në fakt është si kundra thatë edhe ju e një ngjarje rëndë, ku 8 persona tashmë janë të arrestuar nga ana policisë dhe prokurorisë së Durrësit, e cila ka nisur një hetim që prej mesditës së djeshme në momentet e para kur u arratis i burgosuri Altin Doci, i cili akuzohet për disa vepra të rënda penale, ku ndër të tjera për 6 vrasje është i dyshuar, 4 në qytetin e Durrësit dhe për masakrën e Bradasheshit. Ai ka qenë i shoqëruar nga 5 efektiv të policisë së burgjeve mesditën e dieshme drejt spitalit rajonal të Durrësit, ku ka kërkuar që të kryete një vizitë mjekësore, por me sa duket gjithçka ka qenë e skenuar ose ka patur një bashkëpunim edhe me persona të tjerë të cilët ka qenë pjesë e zinxhirit jo vetëm komandues në burgun e Durrësit, por edhe persona të cilët kanë patur role kryesore. Dhe kush janë pikërisht këto të arrestuar? Të arrestuarit kryesisht janë efektiv të policisë së burgut, të cilët kanë qenë 5 për të cilëve kanë qenë edhe në shoqërimin e Docit nga burgu drejt spitalit rajonal të Durrësit, 3 për të cilëve u larguan pasi e lanë në ambientet e spitalit rajonal të Durrësit të burgosurit, dhe vetëm 2 prej të cilëve qëndruan për ta shoqëruar deri në momentet që ndodhi ajo që ndodhi pra përplasja ose përleshja me mes të burgosurit. Po, dhe ti pak më parë referuar po ashtu dhe njoftimit apo të dhënave të tua, Leonida, do të lexoj dhe emrat të Shaulon Çuko, Desdemon Pazaj, Dorian Saraçi, Sali Ferollari, Preng Marvataj, Fation Baçi, Arani Çela dhe Violeta Uka. Kemi edhe një grua mes të arrestuarve. Këto janë 8 zyrtarët, ti po thua Leonida që janë punonjës efektiv të policisë së burgut apo jo, të 8 personat? Po, të 8 personat janë punonjës të burgut të Durrësit ose oficerë të policisë së burgut. Ju përmendet një grua pak më parë, ajo Violeta Uka. Violeta Uka dhe Baçi ka qenë 2 persona të cilët kanë qenë në shoqërimin nga afër të burgosurit Altin Doci. Pra këta janë 2 persona të cilët kanë qenë në katin e tretë në ambientin i cili është përshtatur apostafat për vizitat e të burgosurve ose personave të cilët janë të arrestuar nga policia, pasi është një godinjë që ka një siguri të lartë, le të themi, në katin e 4, në katin e tretë, dhe është apostafat vetëm për vizitat e të burgosurve, pasi në të gjitha dritaret e këtij kati janë të pajisura me hekura me qëllim që mos të ketë arratisje të tilla, por i burgosuri Doci ka gjetur një mënyrë tjetër për tu arratisur, duke goditur, duke kërkuar fillimisht për të shkuar në tualet. Njëri prej të cilëve e ka shoqëruar ka qenë pikërisht Baçi, i cili e ka shoqëruar nga afër, dhe më pas menjëherë pasi ka dalë në tualeti e ka goditur Baçin, duke marrë parasysh që zonja tjetër e cila shoqëronte nuk ka qenë e fuqishme për ta përballuar fizikisht të burgosurit, dhe më pas ai e ka pasur shumë të lehtë për të zbritur deri në katin e parë dhe më pas për tu arratisur nëpërmjet parkingut të spitalit. Ta marrim me radhë. Ti po thuaj që Doci ka zbritur nga kati i tretë në katin e parë, ka dalë në obor, ne transmetuam, janë pamje që tregojnë edhe mënyrën se si ai ka dalë jashtë ambienteve të spitalit, ka vrapuar. Tani, Leonida, që nga momenti që ai është shoqëruar nga burgu, qoftë automjeti që është shoqëruar, numri i efektivëve, ja ku e shohim në këtë momente pa pranga, dhe po flasim për një person i cili akuzohet për vrasjen, ndërkohë që me pranga shoqërohesh në çdo moment nëse je le të themi në duart e efektive të policisë. Ky është një person me rrezikshmëri të lartë shoqërore, po flasim për 4 vrasje dhe
që dënimet në tilla raste shkon edhe në burgin përjetshëm. I marrim pak me radhë, ku janë shkeljet, të gjitha shkeljet që janë bërë në këtë rast? Fabiola, shkelja e parë fillon që nga komunikimi që nuk ka patur një komunikim mes burgut dhe spitalit rajonal të Durrësit që ne po sjellim të burgosur. Po. Kjo është shkelja e parë. Pasi nëse do ishte bërë një kërkesë që ne në orën 10 do të sjellim të burgosurin, qoftë ndosi, qoftë një burgosur tjetër, nuk ka rëndësi. Pjesa e cila monitoron spitalin e Durrësit që është Ilirian Guard, një kompani e cila është shtetërore në një mënyrë që merret me mbikëqyrjen dhe ruajtjen e spitalit rajonal të Durrësit, formojnë një kordon, do ishte prezent e para. E dyta është shoqëruar me autoambulancë që duhet të ketë një furgon i cili është ja posaçëm për të transportuar të burgosurit qoftë nga burgu drejt spitalit, qoftë nga burgu drejt gjykatës. Dhe jo një ambulancë e zakonshme që shërben për të gjithë pacientët e zakonshëm. Për njerëz në thonjza të jashtëzakonshëm ka dhe masa ose automjet të posaçëm apo jo? Po. Numri 5 i personave është i zakonshëm pothuajse në çdo shoqërim. Fakti tretë që është shkelje është fakti që nuk e ka mbajtur me të prangosur të burgosurin i cili është një rrezikshmëri të lartë. Ne kemi parë, Fabiola, që në një shoqërim të kryetarit të Bashkisë së Tiranës, Elio Belien, nga Durrësi drejt Tiranës, angazhohen me 10 qindra forca policie për ta shoqëruar që është një individ i parrezikshëm. Edhe i prangosur. Edhe kur shoqërohen në seanca gjyqësore deri në momentin që shkojnë brenda janë të prangosur. Padyshim që është pjesë e protokollit. Është pjesë e protokollit që mbi të gjitha është 100% që ai nuk largohet sepse nuk ka ku shkon. Ndërkohë që një person që është me rrezikshmëri të lartë, që minimumi mund të burgoset për jetë, ai në mendjen e tij është gjithmonë si të gjejë mënyrën për t'u arratisur. Pra ky është fakti i tretë. Fakti i katërt është që është shoqëruar nga dy persona, një femër dhe një mashkull që është prapë një person i rrezikshmërie të lartë që duhet paktën të jenë 3 persona në ambientet e brendshme të dhomës ose në korridorin e saj ku ai do të marrë mjekimin ose do të kryejë vizitën e nevojshme. Pjesa tjetër e stafit prej 5 personave të cilët duhet ta prisnin pikërisht në parkingun ose në ambientet e jashtme të spitalit nuk ndodheshin fare në ato momente në zonë pasi po kryenin shoqërimin e një personi tjetër të burgosur nga burgu drejt gjykatës Shkallës Park të në qytetin e Durrësit për një masë sigurie. Pra ka disa shkelje, prandaj dhe prokuroria dhe policia ka marrë masa të tilla, ka arrestuar 8 persona që prej mbrëmjes së dieshme Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve e shkarkoi pothuajse të gjithë zinxhirin drejtues dhe të sigurisë të burgut të Durrësit, pasi në një farë mënyrë kanë ose me veprime ose mos veprimet e tyre kanë përshkelje në rastin konkret. Çfarë kanë, do flasim pak më pas edhe se si po vijnë kërkimet për ndosjen, po meqense jemi tek pjesa e arratisjes së tij. Personat që dyshohet se janë të përfshirë, që kështu se si po përshkruhet kjo ngjarje, më shumë se sa arratisje, Leonida, kjo duket sikur ata vetë e kanë lënë të lirë, ndosën se kushdo të jetë në ato kushte, me ato lloj lirie, padyshim që do zgjidhte lirinë në arratit dhe jo burgun që nuk dihet se sa do dënojë. Çfarë kanë deklaruar ata vetë? Sipas tyre, ai përgjatë viteve të fundit, Fabiola, përgjatë 3 viteve të fundit, ai e ka vizituar, le të themi, spitalin e Durrësit plot 6 herë. Pra në një farë mënyrë ai ka marrë parasysh të gjithçka, ka marrë parasysh edhe ne ka studiuar edhe të gjithë territorin i cili është aty, është një territor i cili nuk është se ka shumë lëvizshmëri, sidomos në një orar të paradites. Nga spitali del në rrugë kryesore që është rruga Aleksandër Goga, në krahun e majtës të majtës spitalit është një rrugë që të çon në spital dhe më pas mund të mbasësh gjurmët, një rrugë pa trafik që nuk mund të pengohesh kërkund nëse zgjedh mënyrën për të arratisur. Në krahun e djathtë është drejtoria e policisë që në momentet që është arratisur Ndoci ka patur ceremoninë e 113 vjetorit të krijimit të saj dhe pothuajse 70% efektive të policisë ishin pjesëmarrës në ceremoni, ka qenë prezent në ceremoni. Pra ai ka studiuar gjithçka, ndërsa auti i cili e priste në ambientet e jashtme të territorit të spitalit rajonal të Durrësit ka qëndruar pranë një kabine elektrike i fshehur dhe ka qëndruar aty për të paktën
60 deri në 70 minuta, deri në momentet që ka dalë i burgosuri me vrap, siç e shohim në pamjet që përcodhen pak më parë në ekranin ton, duke u larguar nga parkingu dhe më pas e pret pikërisht te pallati që duket përballë, e pret pikërisht Audi me të cilin ai largohet. Kanë dalë në rrugën kryesore që është rreth 30 metra Aleksandër Gogo, janë larguar në drejtim të spitalit, më pas drejtim të universitetit, janë kthyer sërish mbrapa për të dalë në autostradën e Tiranë-Durrës, kanë marrë mbi kalimin e Shkodhetit dhe më pas kanë përfunduar në Plepa deri aty kamerat e sigurisë të vendosura nga autoritetet shqiptare me qëllim monitorimin e trafikut ose të aksidenteve ose të Dhe nga Plepa më pas në çfarë zone janë drejtuar? Kanë shkuar për në ju? Janë drejtuar në zonën e Kavajës për në ju, dhe aty kanë humbur gjurmët. Kontrole po vazhdojnë nga ana policisë së Durrësit, struktura të ndryshme janë ku i kanë përqendruar kryesisht? Çfarë dyshimesh ka se ai mund të fshihet sipas policisë? Kanë një orientim? Në fakt po krijet e gjithë zona e Kavajës, aty ku është parë për herë të fundit, nga ana e policisë të Kavajës, komisariatit të Rokozhinës, postës Golemit, komisariatit të Kavajës, forcat të shtuara nga drejtoria e policisë së qarkut të Durrësit, në krahun tjetër në drejt rrugës së Ndroqit, se mund të jetë rikthyer ose mund të ketë zbritur dhe mund të ketë vazhduar rrugën në këmbë, ndërkohë që makina tip Audi me të cilin është larguar ka vazhduar rrugën drejt qytetit Kavajës. Prandaj i gjithë territori i qarkut të Durrësit, përfshi atë të Kavajës, të Rokozhinës, të Golemit, zonën e Ndroqit, por edhe këtej në Shijak, edhe në zonën e Fushkrujës, po monitorohet, po krijet e gjithë zona. Po makinat, Leonida, 2 makinat të cilat janë fiksuar edhe targa dhe gjithçka tjetër, çfarë është zbuluar për to? Makinën e targa e makinës të cilën ne shohim aktualisht në ekranin ton, A 700 RS? 00 RS, i përket një personi, po edhe ai person me precedent penal, sikundër më kanë treguar burime nga ana e policisë së Durrësit, është një person me precedent penal. Por nëse këto targa janë deklaruar të vjedhura, apo nuk janë deklaruar të vjedhura, i përkasin kësaj makine, i përkasin një makine tjetër, po edhe kjo targa. Por e kanë identifikuar paktën personin me precedent, personin tjetër që mund të ketë bashkëpunuar. Këtë po thua? Por se çfarë ka deklaruar në këtë unë nuk e di për momentin, sepse ka vetëm pak më të parë është shoqëruar. E kuptoj. Histori shumë e gjatë. Shumë detaje janë thënë, shumë të tjera pritet të dalin, duket edhe shumë engatruar, megjithatë i përket policisë ta zbar deri në fund dhe të fokusohet pak edhe te pikat e kalimit kufitar, jo vetëm në qytetin e Kavajës, sepse raste të tilla kanë treguar që kalimi jashtë Shqipërisë ka qenë lehtësisht e arritur për personazhe të tillë dhe për të fshirur pastaj në vende të tjera. Leonida, të falenderoj për këtë raportim të detajuar, të gjitha informacionet, dhe nëse sigurisht ka të tjera detaje, do të jemi bashkë, jo vetëm në breaking, por edhe në edicionet e tjera për t'i përcjell në kohë reale. Faleminderit Leonida, do të qëndrojmë te Altin Doci për të parë në fakt se kush është ky personazh. Ai është arrestuar në vitin 2020 dhe ishte akuzuar nga SPAK, pra nga prokuroria e posaçme për 4 vrasje në Durrës, edhe pse kishte fituar pafajësi për to. Doci është nën hetim nga SPAK për masakrën e Bradasheshit, pasi emri i tij u përmend në rrëfimet e të penduarve të drejtësisë Nuredin Dumani dhe Erion Alibej. I arratisur i Altin Doci u arrestua gjatë operacionit Plumbi i Artë si i përfshirë në bandën kriminale. Altin Doci ka qenë i dyshuar për vrasjen e 4 personave, fillimisht 2 vëllezërve Besmir dhe Viktor Haxhiaj në Durrës dhe ekzekutimin e 2 personave të tjerë në vitin 2020, Angelo Avdia dhe Dorian Shkozën. Por më 2 prill të vitit 2024, gjykata e posaçme ka pushuar të gjitha akuzat ndaj Altin Docit, përfshirë edhe dyshimi për vrasjen e Dorian Shkozës dhe Angelo Avdias, duke shpallur të pafajshëm. Ishin dëshmitë të arrestuarit Klevi Salla, i cili e përfshinte Altin Doci në këto 4 vrasje, por gjykata e posaçme nuk u bind nga këto dëshmi, çka bëri që të marrë pafajësinë. Nga ana tjetër, për vrasjen e 2 vëllezërve Haxhia, gjykata e posaçme dënoi me 25 vite burg Klevi Sallën. Megjithëse Altin Doci fitoi pafajësinë në vitin 2024, ai nuk mundi të dalë nga burgu pasi prokuroria e posaçme ka ngritur akuzat të tjera kundër tij pas dëshmive të Nuredin Dumanit, i cili e përfshin në disa ngjarje të rënda. Në dëshmi të dhëna në SPAK nga i penduari i drejtësisë Nuredin Dumani, Klevi Salla, dyshohet si pjesëmarrës në vrasjen e Andi Zylyfit dhe plagosjen e Ardit Uruçit, kryer në bashkëpunim në formën e grupit të strukturuar kriminal. Gjithashtu, Doci mbahej në burg edhe për veprat penale, mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, shpërthyese dhe i municion
operacionit e kryer në bashkëpunim në formën e grupit të strukturuar kriminal, si dhe grupi strukturuar kriminal. Në një tjetër episod në shkurt të vitit 2025, i penduari i drejtësisë Nuredin Dumani ka rrëfyer para tokave të zeza disa nga krimet e kryera nga ai dhe banda e një tjetër të arrestuari nga SPAK Erjon Alibejt. Dumani ka thënë se pas masakrës së Bradasheshit, ku mbeti i vrarë vëllai Erjon Alibejt, grupi kriminal do të merrte hak ndaj rivalëve dhe do të vriste në Elbasan kush i dilte përpara. Me porosi të Alibejt, ky i fundit ka akuzuar edhe Altin Docin se kishte qenë në grupin e ekzekutorëve, madje kishte tentuar t'i vriste vëllan, por ishte bllokuar arma. Ish ministri i mbrojtjes Fatmir Mediu ditën e sotme është paraqitur sërish në gjykatën e posaçme për seancën e radhës për dosjen e shpërthimit të Gërdecit. Kolegu Ervin Leka do të jetë në raportim për të na rikujtuar edhe një herë tjetër dhe sqaruar se në çfarë faze janë seanca gjyqësore për këtë dosje. Ervin, sërish Fatmir Mediu në gjykatën e posaçme, çfarë pritet të ndodhë sot, për çfarë është paraqitur, thënë ndryshe në çfarë faze të seancave jemi? Në fakt ish ministri i mbrojtjes Fatmir Mediu është paraqitur edhe ditën e sotme për seancën e radhës që po zhvillohet në gjykatën e posaçme, bashkë me avokatin e tij në mëngjesin e sotëm është paraqitur në dyert e gjykatës së posaçme, ndërsa në seancën e mëparshme kujtojmë se ka qenë prokuroria e posaçme SPAK që ka paraqitur edhe disa prova, ku në fakt në këtë prova ka qenë edhe një zarf i mbërritur nga Ministria e Drejtësisë për në Ministrinë e Mbrojtjes, ku sipër këtij zarfit, paktën sipas edhe prokurorisë e posaçme ishte një shënim për Shkëlzen Berishën, pra djalin e kryeministrit të asaj kohe Sali Berisha, dhe pikërisht kjo provë pra është marrë në shqyrtim nga ana e prokurorisë së posaçme SPAK, të cilën e ka paraqitur në seancën e mëparshme, ndërsa ditën e sotme do të shqyrtohen po ashtu këtë prova, por edhe për sa i përket kundërshtive të ish ministrit të mbrojtjes Fatmir Mediu, ndërsa SPAK në seancën e mëparshme në fakt ka kërkuar edhe të marrë në dëshmi Anjola Agollin, ish sekretar e Ministrit të Drejtësisë në ato kohë Aldo Bumçi, dhe pikërisht për sa i përket atyre gjetjeve që ka bërë prokuroria e posaçme, është me interes paktën sipas SPAK që të merret edhe dëshmia e Anjola Agollit në ato kohë pra ish sekretare e Ministrisë së Drejtësisë. Kujtojmë se Mediu akuzohet për sa i përket shpërdorimit të detyrës në kohën kur ndodhi edhe tragjedia e Gërdecit me disa persona të cilët humbën jetën dhe u plagosën qindra të tjerë, ndërsa gjyqi vijon që prej prillit të vitit 2023. Kujtojmë se rihapja kësaj çështje është bërë me një lëvizje të bërë nga familjarët e një prej viktimave, familjes Durda në këtë rast konkret, dhe më pas pra u regjistrua në prokurorinë e posaçme dhe vijojnë pra edhe gjyqi në ngarkim të Fatmir Mediut për sa i përket tragjedisë së Gërdecit. E kuptoj, mirë. Ishim me kolegun Ervin Leka në këtë raportim të drejt për drejt, do të kalojmë në të tjera zhvillime. ABC News ka ndryshuar kanal. Si ta gjeni? E thjeshtë. Bëni kërkim automatik në televizorin tuaj, dekodrat digital dhe Tring, dhe ABC News do të shfaqet në listën e kanaleve tuaja. Ne jemi kudo. Foltorët e Berishës për të thirrur njerëz në protestë kundër qeverisë po japin atij sinjale se përpara kësaj duhet t'u jap llogari demokratëve të thjeshtë që nga premtimet e pambajtura të kuvendit të rithemelimit e deri tek promovimi i figurave që deri dje e sulmuan atë si Gazmend Bardhi. Kështu ndodhi edhe të martën pasdite në Lezhë. Berisha mbajti foltoren e parë për këtë vit, edhe pse viti antidiktatur s'ka nisur dhe aq mirë. Probleme nga drejtësia po i japin me rithemelimin, por edhe këtë, si 13 vite opozit, u afaturoi demokratëve. Betej nuk e kishit vetëm me qeverinë shqiptare dhe misionarët e saj në Partitë Demokratike. Beteja ju ishte globale. Zgjodhet pluralizmin që themeluat, shpëtimin e tij, atë izolim, besuan se na varrosen 7 pashë në tokë me izolimin. Ja ku jemi sot. Por demokratët që paguajnë faturën e din mirë edhe çmimin. Keni shumë shputje nga baza prej u bën 8 muaj, sepse kjo baza, kjo po ama në Partinë Demokratike gjallë. Dhe unë besoj se kjo është jo faj jot personal, po kes informimi që bëhet nga
që nga numri 2 i Partisë Demokratike dhe më poshtë. Dhe kryesisht drejtuesit e qarsheve, sepse drejtuesit e qarsheve janë të mrum, janë në lista të mbyllura dhe nuk besoj se nuk i njohin mirë as demokrat. Desha të pyes, si ka emrin klinika e Burgut Fierit, ajo që mbjell flokët? Dhe pastaj personazhet që dalin kanë sukses paralel politik me të njëjtën sigël. Por u t'jap ty fjalën e nderit. Kur nuk do mund ta marr kush këtë për interesa personale e vetjake. Ata që e bën këtë, ata u shuan emri tyre, nuk është më. Por kjo parti nuk është kur parti as e lejeve të ndërtimit, as e pallateve pa leje, as e fshehjeve të krimeve. Për lidhje me krimin, doktori së fundmi ka akuzuar takimet e Saljanit, por 4 vite më parë e kishte radhën Gazmend Bardhi për vrasjen e Pierin Xhuvanit të Elbasanit. Njëri po ja probleme me kallëzimet e vjetra nga brenda, tjetri me foltoret paralele nga jashtë. Për t'i paralajmëruar, Berishës ju kujtua vetëm një emër, jo rastësisht një javë para 21 janarit, i fundit që provoi ta sfidoj, Lulzim Basha. Një kalpsire brendshme e kapi Partinë Demokratike. Një kryetar që ju dhat besimin, ditën ishte me ju, natën me Edi Ramën ndante parat dhe pazaret. Punonte kundra jush, punonte kundër idealeve tuaja, interesave tuaja. Ai që kujton se mund të ta themi të lulzoj në këtë mënyrë, ai gabon. Ti do përfundosh një lloj si ata tjerët, edhe pa asnjë emër. Nuk të ka borxh, kujt kjo, as Sali Berisha. Por doktori para demokratëve bëri një pas. Ai për herë të parë siguroi se pasardhësi i tij politik nuk do të vijë nga familja, por ka një kusht themelor për të qenë kryetar. Si fillim duhet të ketë vota. Nuk kam nërmend të la pasardhës as vajzën as djalin tim. Pasardhën ja u la ju, do ta zgjidhni ju, atë që të besoni më shumë. Hetimet nga SPAK për fondet e kuvendit të rithemelimit që parapriu kthimin e Sali Berishës në Partinë Demokratike ka nisur pas një kallëzimi të bërë nga Gazmend Bardhi në fund të 2021 në prokurorin e posaçme. Në këtë kallëzim, ish sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike pa Diti Këlliçin, Vokshin dhe Spaun si organizator të kuvendit. 2 ditë më parë, Belind Këlliç u pyet nga SPAK për origjinën e parave dhe faturat, ndërsa dje u thirr antari i kryesisë Indrit Hoxha. Fatura e bashkimit më e kripur se e rithemelimit. Betejë e dikushme me Gazbardhin për vulën po i kthehet bumerang Sali Berishës. Çdo ditë organizatorët e kuvendit të 11 dhjetorit po thirren nga SPAK për shkak të kallëzimit të Bardhit 4 vite më parë. Këlliçi dje dhe Hoxha sot u morën pyetje nga prokurori SPAK, Arben Kraja, pas kallëzimit të Bardhit për falsifikim vulash. Një vepër penale që dënohet me 3 vite burg, ndërsa në bashkëpunim 5 muaj deri në 4 vite burg. Si rrjedhoi e kësaj vepre penale, vjen financimi i palishëm i atij kuvendi, që parapriu marrjen e logos, vulës dhe Partisë Demokratike nga doktori. Autori kallëzimit Bardhi ka vendosur të eshtë. Dje nuk doli në foltore, kurse sot nuk shkoi as në Partinë Demokratike. Por 4 vite më parë, njëjti Bardhi ishte më i zëshmi për të kërkuar transparencë për shpenzimet dhe financuesit e 11 dhjetorit. Ajo që unë pres me shumë dëshirë që secila media, e cila i shërben të vërtetës dhe transparencës, është të trokas në zyrën e zotit Berisha dhe t'i kërkoj të realizoj premtimet e tij publike. Ju premtoj që shpenzimet dhe faturat e mitingut luksos të 11 dhjetorit do t'ishin publik për opinionin publik, madje do t'informon të qytetarët shqiptarë dhe demokratët se kush ishin financuesit e mitingut luksos të 11 dhjetorit. Por disa muaj më pas, Bardhi qartësoi shënjestrën e tij. Doktori nuk ishte më zoti Berisha, por babi i Zenit. Sot janë bashkë në Natvul, por e vetmja stre reale e Bardhit kanë mbetur disa zyrtar dytësor ndërkombëtar, kurse Berisha, këtë të martë, nuk kishte stre ku të futej. Madje për të dhënë sqarime, nuk doli as në konferencën e përditshme për shtyp me gazetarët. Prej kallëzimit, drejtuesit e tij besnik kanë zënë radhë në SPAK dhe doktori s'di më si të justifikohet, kurse Bardhi shes si hapet rruga para për drejtimin e Partisë Demokratike, sigurisht me një problem moral me demokratët.
Edhe sot e gjykoj të gabuar imponimin kundrejt demokratëve të disa figurave të papëlqyera mes nesh. Madje e gjej krejt pavend gradimin e tyre në pozita drejtuese brenda PD-s apo grupit parlamentar. Gjykata e posaçme dënoi babain e kandidates së Partisë Social-Demokrate në zgjedhjet e 11 majit, Limonera Bozha. Pandeli Bozha u shpall fajtor për korrupsion në zgjedhje pasi dha para në këmbim të votës për vajzën e tij. Gjykata e posaçme ka gjetur fajtor dhe ka dënuar Vladimir Lushkajn e Pandeli Bozhën. Ky i fundit babai ish kandidates për deputete të Partisë Social-Demokrate në Fier, Limonera Bozha. Pandeli Bozha, 70 vjeç, u gjet fajtor nga gjykata e posaçme për veprën penale të korrupsionit aktiv në zgjedhje dhe u dënua me 1 vit e 6 muaj burgim, por në zbatim të gjykimit të shkurtuar, ai ka përfituar ulen e 1/3 së dënimit. Togat e zeza në fund vendosën që ai të vendoset në shërbim prove për një periudhë 1 vjeçare. Edhe Vladimir Lushkaj u gjet fajtor, por në fund gjykata e posaçme vendosi përjashtim nga dënimi të Panderit Lushkaj. Babai i kandidates për deputete në siglën e Partisë Social-Demokrate Limonera Bozha u dërgua për gjykim nga SPAK në qershor të vitit 2025 për blerje votash në zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Organi i akuzës arriti të dokumentojë me pamje filmike momentin kur me datën 8 maj 2025, 3 ditë para zgjedhjeve, Bozha shkon në banesën e Lushkajt. Gjatë takimit SPAK thotë se 70 vjeçari i ka futur në xhep një shumë parash Vladimir Lushkajt dhe i ka treguar një fletë të ngjashme me atë të votimit, duke i treguar emrin e vajzës së tij, për të cilën kërkonte edhe votën. Lushkaj u ka dorëzuar oficerëve të policisë gjyqësore kartmonedhën dhe fletën e votimit me të cilin Bozha i kërkonte votën për vajzën, ku sipas organit të akuzës, emri Limonera Bozhës ishte i theksuar me ngjyrë portokalli, prova këto që janë sekuestruar nga SPAK. Mirë, jemi rikthyer në studio, vjoj me lajmet. Sterilizimi i pajisjeve kirurgjikale të spitaleve nuk do të ofrohet më nga privati. Vendimi i qeverisë parashikon që ky shërbim të ofrohet nga shteti me anë të një operatori kombëtar për të gjitha spitalet publike, por nuk përjashtohen edhe spitalet private që do ta kërkojnë atë. Financimi fillestar do të jetë 200 milion lek nga buxheti i Ministrisë së Shëndetësisë. Shërbimi i sterilizimit për pajisjet kirurgjikale në vend do të kalojë tashmë në menaxhimin e shtetit. Sipas vendimit të qeverisë për të menaxhuar këtë shërbim, do të ngrihet një shoqëri aksionare me kapital 100% shtetëror, e quajtur operatori i shërbimeve të integruara të sterilizimit. Kapitali fillestar për krijimin e operatorit është 200 milion lekë, financuar nga buxheti i vitit 2026 i Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale. Shoqëria aksionare Oshis do të ofrojë shërbimet kundrejt të gjitha spitaleve publike universitare, rajonale dhe bashkiake në Republikën e Shqipërisë kundrejt pagesës. Po ashtu, operatori shtetëror mund të ofrojë shërbime të tjera shtesë edhe për subjekte private. Të ardhurat e arkëtuara më pas do të përdoren po nga vetë shoqëria. Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale do të ketë detyrimin që të i sigurojë shoqërisë aksionare mjediset e punës të nevojshme për fillimin e ushtrimit të veprimtarisë. Operatori kombëtar i sterilizimit do të ofrojë kundrejt pagesës sete të personalizuara të instrumentave kirurgjikal steril, furnizimin me material mjekësor steril një përdorimësh në sallat kirurgjikale, menaxhimin dhe administrimin e stacionit qendror të sterilizimit në QSUT, ofrimin e instrumentave kirurgjikal sipas tipologjisë së ndërhyrjes, të paketuara në sete individuale për çdo pacient, si dhe menaxhimin e cikleve për ripërpunimin dhe sterilizimin e instrumentave apo furnizimin me veshje sterile salle. Koncesioni për sterilizimin u firmos në dhjetor të vitit 2015 dhe ishte një kontratë koncesionare 10 vjeçare për sterilizimin e instrumentave kirurgjikal në spitalet publike me një vlerë prej 100 milion eurosh. Gjatë vizitës në Abu Dhabi, ku përmerr pjesë në samitin e javës së qëndrueshme, kryeministri Edi Rama është nderuar me medalje nga presidenti i Emirateve të Bashkuara Arabe. Dy vendet kanë bashkëpunim të fortë ekonomik me një sër marrëveshjesh, me të cilave edhe ajo që përfshin edhe Italinë për ndërtimin e një linje nënujore për shkëmbimin e energjisë elektrike përmes Adriatikut. Kryeministri Edi Rama po merr pjesë në samitin e javës së qëndrueshme që po mbahet në Abu Dhabi. Shefi i qeverisë shqiptare u prit nga presidenti Muhammad bin Zayed Al Nahyan, i cili e nderoi me medaljen më të lartë të Emirateve të Bashkuara. E mora përullësisht, plot me krenari për Shqipërinë, e me mirënjohje të thellë për mikun e madh të shqiptarëve.
lartësinë e tij, Sheikh Muhamed bin Zayed, si edhe për çdo shqiptar që ma ka besuar udhëheqjen dhe përfaqësimin atë dhe uton të përbashkët. Rama e konsideron Zayed një mik të shqiptarëve, ndërsa ndër vite, dy vendet kanë nënshkruar një sër marrëveshjesh, me në krye marrëveshjen tripalçe mes Shqipërisë, Italisë dhe Emirateve për ndërtimin e një linje nënujore për shkëmbimin e energjisë elektrike përmes Adriatikut janarin e vitit të kaluar. Samiti i zhvillimit të qëndrueshëm në Emiratet e Bashkuara ka bërë bashkë kryetar shtetesh, lider të biznesit dhe shoqërisë civile për të diskutuar mbi sfidat dhe perspektivat e zhvillimit të qëndrueshëm në nivel global. Ishte gjithçka përgatitur për Breaking News, për tepër ju ftohet klikoni në webin tonë abcnews.al për tëra zhvillime në radio, na gjeni në frekuencat 105 FM. Në vim do të jeni me kolegen Kassandra Pali në hapësirën Shqipëria Sot. Faleminderit që na ndiqni.